Në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, Biblioteka Skënder Luarasi në Ersek u kthye në një qendër arti dhe tradite. Momenti kulmor i aktivitetit ishte nderimi me titull Qytetar nderi pas vdekjes për këngëtarin e njohur Xhemal Dalipi, ikone grupit kolonjar për mbi 50 vite, me këngë që tashmë janë pjesë e identitetit muzikor shqiptar, si As e vogël as e madhe, Se ç'këndon Bilbili dhe Mora çiften. Dalipi u vlerësua për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në ruajtjen e muzikës popullore. Me motivacionin për interpretim mjeshtëror të këngës popullore qytetare të Kolonjës, si solist plot sharm i grupit emblematik As e vogël as e madhe, si një ambasador artistik i përcjelljes së artit kolonjar nëpërmjet zërit magjik në mbar Shqipërinë dhe jo vetëm, Këshilli Bashkiak Kolonjë shpall qytetar nderi zotin Xhemal Dalipi. Në këtë eventiment kaq të madh që bëhet për familjen e Xhemal Dalipi, duhet të përshëndes ka të emra në radhë parë një ndryshe, jo që të tjerë, përshëndes tatë tim që e bën baban tim të nderoj Këshillin Bashkiak, gjithashtu përshëndes dhe artistin e madh të Kolonjës, kryetarin e bashkisë Elion Litar. Artisti Xhemal Dalipi, dekoruar edhe me urdhrin Naim Frashëria Art, mbetet një simbol i gjallë i kulturës kolonjare, ndërsa kjo ditë solli jo vetëm fest, por edhe një kujtesë të fortë për trashëgiminë që përcillet brez pas brezi.